ndryshe në Top Albania Radio. Përshëndetje gjithë, mirë se keni ardhur në ndryshe. Dashur Salsano, si do flokët me baluke, pa baluke, pikujo, moj baluke tre. Në adhuru thot me baluke të prera. Po pse unë nuk e gjoj veten në kufje, nuk e di çfarë ndodh. Hap zërin ti, zakonisht Po duhet nuk ta hapet, hapësh. shprishur butoni, do na rregullonin të pastaj. Pajdo Alice, mos për to. Jemi transmetim live. Keni ardhur ndryshe. Përshëndetje të gjithë atyre që na dëgjojnë nga taksit, nga autobus, po në autobus që dëgjoheshim. Kino studio për zotin më tha dikush kam dëgjuar ta Kino Studio Kombinata e kishin ke Top Albania Radio pas dite. Përshëndesim gjithë ata që janë në trafik, janë në udhtim, na dëgjojnë nga Tirana, nga Korça, nga Vlorë, sidomos nga Korça. Sidomos nga Korça. Sepse tani në studio ne jemi me 3 korçar. Kishte bova ki kur. 3 korçar për herë. Gëzuar me Estrela Galicia, me 3 korçarët tanë, Katie Gisto, Franz Bregu dhe Eugene Plovishti. Ndjekin në Korçë. Hamo na thujnë që Eugene, hami zemra. Autobus është kështu çuditën. Andaj që ditën ta juam mbaj. Fugona me linjën. Gjithë ditën. Gjithë ditën. Unë çdo ditë shoh portokallin për ty, thonë. Po të dielin jeni të mund. Çuna mirë se erdhët në studio. Eugene, Katie, Franci, mirë se erdhët. Jemi mbledhur për disa arsye. Një ndërto është edhe fundi i një sezoni fantastik të portokallis që Eugene, Kristi, Vaska e kanë mbyt fare. Vaska Tuska. Vlezërit Korçar gjithashtu. Franci, mjafton ti është nga Korça, kaq s'ka Po vërtet. përveç kësaj kam qenë edhe unë këtë sezon portokalli dhe ka qenë emocion shumë i bukur edhe për mua, kështu që Pse ti kishe për herë të parë në Portokalli? po, për herë të parë. Edhe e kisha vërtet me shumë emocione Salsano. Të vërtom, ja u kam thënë edhe çuna. E shijove? Shumë. O Franci, po çat than do thojnë prap. Kështu më thanë të nesër deri tani. Po këto shokët s'kan çik kështu. Shokët e bën dotyrën Elona. Se Po shokët. para se të dalim tek tema që jemi mbledhur sot, po bëjmë një pyetje shkurtër. Ti e ke shijuar këtë sezon, Kate? Ka qenë shumë i bukur, po dhe shumë i lodhshëm se ne na ra për pjesë të shkruani Big Brotherin të Big Brotherin. Po. Edhe keni shkruar bukur. Besoj. Ishte fantastik. Ishte fantastik. Po, mendoj që keni pas vërtet juve të paktën si dyshe dhe treshe, ka qenë një sezon i suksesshëm. Mirë, ashtu mirë. Artistikisht keni qenë shumë mirë. Ti Gimbo, kë ke pëlqyer veçanërisht nga personazhet e Portokallis në këtë, nga personazhet e Big Portokallis në këtë sezon? I preferuari im është Kristi edhe Monika. Kristi dhe Monika. Po Gimbo si bënte se? Gimbo si dal një zgjidhje është para Çuni im do të mami ma çoke Portokallia. Se del Gimbo. Çunat e kam pasur më fal, Salsano, duhet ta them të gjithë çunat kur shkruanin Big Brotherin e kam pasur vërtet me shumë shqetësim, sepse ishte me shumë përgjegjësi. Me shumë përgjegjësi ka qenë ajo periudha kur u prish edhe rruga e Korçës. Po ta mbani mend dhe ne ishim në majtës Patharit sipër në Librazh dhe këta të dy, Keti që jepte makinës edhe Eugeni që shkruante, kishin gjithë fokusin se si do ta bënin materialin e radhës të Pra e Big. gjetëm se ka rënë rruga. E gjetëm. Se ka një problem fakt sepse nga që dinamika që ka Big Brotheri çdo moment del një re dhe gjithmonë ka qenë gjithmonë kjo eksperiencë. Këta e bëjnë tekstin, po sa i them unë që po, se ku ti thot kështu ajo, se kështu. Po ti thot kështu, po e kemi shkruar një herë. Ai shkrimi të mërkurën në drek ishte më të merr nga të gjithë. Po. Eugeni. Po ti si qenë të sesë. Po ç'të Mirë ishte. Eugeni. I lodhshëm patjetër. Kristi brenda teje do dali apo? Nxora Kristin me heqjen e dhëmbëve. Ky hoqi dhëmbët, hoqi dhe Kristin. Hoqi dhe pandecitin. Tani që mendohem ka bërë dy personazhe hiq dhëmb vërdhor. Hiqi për Kristin, vëri për Vaskën. E di Elon se me shaka me kolegët aty në Mbrapasken më thoja për mua ky ishte sezoni i dhëmbëve dhe i këngëve. Kemi dhe një person që vjen pas pak që ka qenë person i krevatit. I krevatit dhe i këngëve. Dhe i këngëve. Do të jetë mirë i West Side Family pas pak me ne, po për momentin përqendrohemi tek çunat. Një sezon i bukur i Portokallis, edhe goxha me angazhime, goxha me merak, siç e tha Franci.
Ka qenë mos i vëm vështirësi se dy herë kështu për Portokallin nuk e kanë shumë kështu të flasin tani se që kanë punuar shumë. Edhe ta mbyllin dhe nesër, se nesër kemi shfaqjen e fundit. Nesër është shfaqja e fundit. Kemi shfaqjen e fundit. Është momenti që ti thua shoqyr që erdhi dhe ta mbarojmë se ndjen gjithë atë ngarkesën dhe kjo ka qenë java më përtace e imja. Kujdes, mbajmë andej kokën. Nga që Truri e kishte vendosur me të tij, domethënë që është java që do mbarojmë dhe nuk e gjeja në botë frymëzimin edhe inspirimin. Po çfarë do ketë nesër që ta shohim ne të dielën? Një gjë duhet me u zbuluar. Nesër është një material shumë interesant. Ne kemi qeshur në tavolinë sot kur e lexuam edhe në skenë që bën prova. Po pra qeshim dhe ne në tavolinë tani, diçka mund ta zbulojmë. Sepse në Minja kemi hapur biznes. Kanë hapur biznes që si byrek, lakror kot. E dini ju që është një nga bizneset që kam në mend. Vërtet? Po kush na ka? Byrek. Bile madje të japim atë recetën tonë, recetën e Tysonit. Po. Do kesh po. Tysonit vetëm do qeshë gjithë jetën tate. Me vërtet. Po ky tani si është bër, ça, ky është tretur fare ky kedi. Nuk e bën me as me gjizë, as me radhiqe, as me e bën me ardhiqe. Me ato. Ose me çuna ti e vis. Mo po angë insom nga Beku i Tysonit? Jem dire la. Kjo ka ndodhur vërtet. Si ato biskotat holandeze. Po byrek holandez, byrek holandez. E kuptova. Çuna veç të tjerave juve ju bën bashkë edhe një projekt shumë i bukur, shumë interesant që ka goxha pritshmëri dhe që i përket fundjavës, por para se të fillojmë flasim, kam një lajm për ty Salsano. Urdhra. Ka publicitet. Po jo. Unë sa do bëja pyetje. Top Albania Radio. Ndryshe, në Top Albania Radio. Faleminderit shumë Melona që më përshëndete. Dhe unë do ta filloj me një përshëndetje për Estrella Galicia. Na knaqe me këtë na Kjo birrë e mrekullueshme spanjolle që vjen nga Galicia, është me 0% alkool, po ka dhe birra me alkool. Falenderojmë shumë Premium Distribution për këtë dhuratë që na ka. Se sta sjell një me alkool ta provo. Apo kemi nevojë. Ore Premium Distribution do sjellë me alkool. Nuk lejohet. Jo këtu. Kam një javë jashtë Salsanon me këto i paska sponsor. Sponsor kemi ne, nuk e kemi. Mbi të gjitha gëzuar, mbi të gjitha Gëzuar dhe që ka shumë e mirë. Është mirë, ha? Ju bëft mirë. Ej, po se korçarët për birra. Ne ha me luk. Ne në fakt donim edhe ca kërnacka këtu, po një. Që ta dini ju që po na dëgjoni, 3 djemt janë dhe aktor teatrit Andos Zakoçarupi në Korç. Dhe kanë bërë shumë shfaqje bukura atje, se unë i kam ndjekur në përgjithësi. Por së fundmi ka bërë dhe një shfaqje e cila është të shtunë dhe të diel. Po. Tashti në Tiranë tashmë, se ke mbas një suksesi e dia që shiteshin biletat javë para në Korçë, e di dhe këtë gjën. Ju do vini tek. Po unë se dinja. Po unë se dinja. Tani na flisi pak më shumë për këtë shkurtimisht edhe gjërat thelbësore. Shfaqja është një kolazh personazhesh. Personazhet janë të gjitha të njohura për publikun, personazhe që ne i kemi shfaqur në televizion gjatë gjithë këtyre viteve të punës tonë, dhe kemi ndërtuar një histori mbi ku të gjithë personazhet përfshihen, ku në qendër është familja e nënës, që është me dy një print e saj, me Tysonin edhe me Sandrin, farmacistin. Po ti ke farmacistin tatë Francë? Po e keni shkruar të gjithë bashk? Po, të gjithë bashk. Skenari është i gjithë. Kjo është një, në fakt, është vazhdimi i një rrugtimi që ne kemi nisur që në 2023-shin. Unë kam parë një shfaqje juaj vazhdimi asaj është? Domethënë, si thua, në kuptim është vazhdimi asaj, është një shfaqje që bën bashkë goxha elemente. Në fakt, bën bashkë këtë kabaretin televiziv, bën bashkë komedia dell'arte, bën bashkë atë përvojë të estradës të Korçës që ne kemi pasur goxha të rëndësishme që ta vëmë theksin tek shfaqjet tona. Është shkruar nga ne, e vënë në skenë nga ne. Ka histori familjare, dashuri apo jo vetëm kështu histori familjare? I ka të gjitha. Ka të gjitha të përfshira. Ka romans? Po, ka romans. Domethënë për gjithë edhe publikun që ka ndjekur është pak a shumë është ajo aroma e Tyson Gjyshja që njerëzit shikojnë gjatë gjithë kohës, po sigurisht këtu ne kemi patur kohë që ti trajtojmë me gjerë historitë, jo thjesht të përmbledhura në një sketch 5-7 minutë. Po çfarë nuk dinit juve o bobo se dinja? I themi njerëzve që të vinë ta marrin vesh se çfarë nuk dini ne. Ka përshtypje se ka disa gjëra që nuk dini, po ndonjë gjë është kështu më intriguese, nuk dinit që për shembull Eugjini është i fejuar dhe ja ka mbajtur të fshehur të fejuar. Jo, Eugjini është nëna në këtë rast. Po mirë, pra mirë. Nëna ka dashur tjetër përveç Bakiut. Po.
Ku na doli nëna? Nëna e fejuar për dokumenta në Gjermani. Edhe regjinë keni bërë vet apo? Regjina është Silvio Goskova. Silvio është marrë po me regjinë më shumë, po. Po Silvia luan dhe vet? Jo, nuk luan. Silvio ka qenë në fakt pjesë e grupit edhe më përpara, por angazhime që kishte nuk mundi që të ishte. Jurgen Marku kush është? Jurgen Marku është prap shoku ynë, domethënë neve jemi kështu. Jemi një grup. Bande. Po më banda artistike që goca smerni fare juve në grup? Po ne i luajmë vetë gocat. S'ka nevojë për goca këto. Ne i luajmë vetë. Po më nëna një mbes nuk e ka. E ka, po e ka në Greqi. Jo, vërtet e ka në Greqi. Për të vënë vetë, do të heqni ekrën unë edhe. Sa i gjatë është faqja? 1 orë e 10 minuta. Bravo, ai se Edhe mos ngopesh. Po, e vetmja gjë e bukur që ka kjo shfaqje është që publiku nuk e pret nga i dalin personazhe. Jo, nuk është e vetmja gjë, po. Një nga gjërat më të bukura që ka. Të papriturat, që ka. Është e papritura nga dalin personazhe. pse mund të jeni sepse jemi vetëm ne të tre aktorë, vetëm ne të tre dhe luajmë nga 3 karaktere secili, kështu që tre po do në fakt në ndryshim nga Korça, më fal Selsa, në ndryshim nga Korça për Tiranën kemi disa surpriza që nuk po i zbulojmë, janë disa personazhe që publiku i Korçës nuk i ka parë. E kemi ripunuar. I kemi lënë ekskluzivisht për Tiranë. Tash çuna, nga ndryshon ky publiku i kryeqytetit me të Korçës? Ja ta shikojmë. Paktën për këtë shfaqje. Po sa Korçar ka në Tiranë, kështu që publik Korçë. Publik Korçë do jetë aty. Më juti. Janë atje më të dashur, më të ngrohtë, më të duart, do me duart trokasin më shumë si, ka një ndryshim apo? Ju shohin me qef gjithandej. Jo, gjithandej me qef na shohin, me thënë të drejtën. Nuk është se bëj dot një lloj diferencë. Në fakt kur bëm në shfaqje, publiku që vjen për të qeshur, vjen me mendjen për t'u argëtuar, vjen me dëshirë për të parë dhe nuk bën diferencime. Në momentin që ka hyrë në sallë, po jo, se edhe kur pyes, edhe personazhe të Bigut, edhe këngëtar të njohur, thonë Tirana është çik më kështu, më Tangërlikse. Kupton, kurse rrethet janë më të dashur, vinë të prekin, bëjnë foto, duan. Karnavalet e Korçës, kur e dham në Korçë, vendet ku qeshte publiku, nuk ishin pothuajse gjithë ato që qeshnin në Tiranë. Në Tiranë, po vërtet. Janë qeshnin ca gjëra që nuk qeshnin në Korçë për shembull. Kështu që ka ca ndryshime dialektore, ndoshta edhe në Korçë janë mësuar me dialektin, ndërsa këtu qeshin edhe me fjalë në Korçë që bëjnë përshtypje. Po, një gjë që është dialektore dhe qeshin. Shfaqja me sa mora vesh është tek ortodoksja, kisha ortodokse, po salla e kishës ortodokse. Po biletat ku i gjejmë? Biletat është numri i telefonit edhe në Mystimshyr kemi vënë vendin ton ku njerëzit vënë gjejnë biletat. Ose mund t'i treshin edhe përpara shfaqjes 2 ditët e caktuara. Kështu fizikisht, ë? Fizikisht. Po numrin e telefonit mund ta themi ne apo jo? Kemi numrin e telefonit? 069 E di kej dim duket. 51 10 535. 535. Sa bukur e them. Është një shfaqje në fundjavë në 23-24 maj në orën 19 tek qendra kulturore e Kishës Ortodokse në Tiranë, 1 orë çerek, mbaroni shfaqjen, pastaj dilet mbrapa, darka pihet një gol. 1000 lekë të reja. 1000 lekë të reja. 10.000 lekë. 10.000 lekë të vjetra, po 10.000 lekë të vjetra sot të shohësh 1 orë çerek juve është çmim shumë i lirë, kështu që bëni mirë që i mbani këto. Se kam kuptuar asnjëherë pse janë kaq lira biletat e teatrit. Po teatri kombëtar ka me 5.000 lekë. Po pra, pse është për ta të keq. Po ndryshon avash, ja shumë mirë. Edhe ata më përpara bën me 10, edhe tani me 10. Edhe karnavalet, aq është shitur këtu në Tiranë. 10.000 lekë, po ta mbash mend sa. Po e mbaj mend unë këtë. Ndërkohë që ka koncerte me çmime goxha euroshe. Po, edhe nuk është se kënaqem më shumë se këtu. Se këtu është 1 orë çerek do qesh në kënaqje. Ka dikush pëlqen muzikën elektronike, dikush një koncert live, dikush një band, dikush teatri. Shfaqja e saktë është kjo të shtunën, domethënë Korçë sa shfaqje bëhet? 12, 13, 14. 14 shfaqje. Kjo është, domethënë në Korçë pati diçka të çuditshme se pa nxjerr premierën u shitën 6 net. Edhe ne u trembëm shumë. 6 net u shitën pa nxjerr premierën. Po, thjesht me postimin e parë, domethënë u shitën 2 ditë e para dhe pastaj 1 ditë para premierës ishin 6 ditë të shitura. Dhe ne nuk kishim dhënë premierën dhe po na dridheshin këmbët. Ka njerëz sa në Korçë na thonë kur ishte e lartë. Kur do bëni tjetrën tani, sepse janë mësuar me këtë serinë e shfaqjeve dhe thonë kur do jetë tjetra. Pra këtë ka nevojë për argëtime, vazhdo të ketë nevojë për argëtime. Shikoj, siç e thash në fillim, unë 3 korçar në një studio nuk e kam patur asnjëherë, edhe bëra një shpejtësor kështu, flash. Dëgjoj, a mund të jem dhe unë korçar për momentin? Si je shumë larg? Sa larg je ti me Korçën? 2 orë. Elbasani me Korçë sa është? Po ti bie nga fshati i babit, është më afër. Nga Fushtutna. Shumë afër jemi. Shumë afër. Eugene, Korçë apo Republikë më vete?
Republikë më vete. Franc, a pini ujë në Korçë apo vetëm bira? Pim shumë ujë në Korçë dhe pihet uji i Korçës ndryshe nga uji i Tiranës. Kejt, në Korçë flisni shqip apo korçarisht? Korçarisht. Korçarisht. Korça ju gjin ka më shumë serenata apo krenari? Krenari. Në Korçë mëson humorin para alfabetit? Po. Kur e mendoj, po. Sa lind të dhjetë se qeshur. Jo, sa lind thua, po pse na nxorë. Okej, tash Korça është qytet apo është kështu? Gjendje mendore, mindset. Korça është mindset. Hajde! Sigur po kandidojmë për kryetar bashkimi. Ju që kur zjeni në Korçë, bëni me serenat? Jo, lagemi me ujë. Si mund zjesh me serenat? Ishim ma putrat. Si mund zjesh me serenat? Mora fikën ta prevandon. Jogjitsa. Po të ndryshe. Sepse kur mendoj që në Korçë esni ngadalë apo me stil? në Korçë ecim si të na doj asnjëherë në trotuar. Të Dhe në Korçë është qytet që nuk ecet asnjëherë në trotuar. Pse? Nuk e di. Në rrugë. Korça ka bulevardi Korçës, ka Në Korçë po parqe, eca shpejt arrite për 2 minuta në Pogradec. po kremendo. ose Selanik. Po Selanik. Korça ka ajër të pastër apo filtr për njerëzit? super ajër të pastër. Super ajër të pastër. Në dimër jo, po hajt. Në Korçë ka dimër apo stërvitje për Siberinë? Stërvitje për Siberi. Jo, kohët e fundit ka dimër. Ka dimër. Bëndi. Korçarët lindin elegant apo a japin diplomën në Korçë? Ja, Na gjete kokëtje Belona. Shumë elegant janë, shumë humor kanë. Edhe ato pijen e kanë të lezetshme, po dhe ato stilin e të Sa esurit miqës na bëra asnjë pyetje për Amerikën se ngelen njerëz duke na Më thënë mirë Korçara apo Shkodran? Më mirë me ty dhe fukara apo jo? Se sa pa ty pasur. Të lutem, këtë këngën duhet t'ja ndryshojmë çik tekstin. Kujt këngë? Më mirë me ty dhe Fukara. Jo, s'ka se tregon për një periudhë ashtu ka qenë. Ata kanë qenë shumë të pirë atëherë kur e kanë bërë. Jo, më mirë me ty dhe fukara, pse jo? Nëse ky tekst ka një histori ma trego. Jo, nuk e di historinë. Më gënjej bukur, lutem. Ata ishin mbledhur zyrtar tani edhe ai po i tregonte shokëve ore më kalan se kam leka. Ka në skedina. Edhe po i thoshin ata, po si t'ja bëjmë t'i këndojmë serenat po shtëpisë. Unë mblodhën të tare këta. Edhe nisi ky. Më mirë me ty. Mbi të gjitha dhe fukara. Se sa pa ty dhe i pasu. Larg qoftë. Po pastaj kur u takua me ata, jo i kërkoi leka edhe. Franci, se ti e ke për herë parë që vjen sepse çunat kanë qenë herë tjetër emisionin ton. Ne duam një barsalet korçare, ta thuash tash. S'ke shumë kohë, 1 minutë. Kemi ndërprerje, ta mendojnë çika apo jo? Mirë, shkojmë ndërprerje publicitare dhe mendo për barsalet. Dhe mendo Po, për që të më thos barsalet. Salsan. Mund bëj shaka. Jo, do të thosh ta them vetë Ke një barsalet me çaj do, me korçar. Me korçar. Publicitet. Do të rregoj dhe unë barsaletin tim pastaj.